Bashkë me mua, sot në emisionin e kuzhinës është Elhame Dervisholli Gjyrevci, për eftaj me na u bashku. Përshëndetje, zonja Elhame, mirë se erdhe. Faleminderit edhe juve. Ajde na u bashkon në kuzhinë, mirë se erdhe, kënaqësi që të kemi në studio. Shumë faleminderit për juve. Qysh je? Mirë shumë. Qysh po kalon këto ditë në Kosovë? Mirë si në Kosovë atë dhe jo. E merr energjinë ke ndryshe po besoj këtu, ha? Krejt. Këto i mushi që shme thonë, mushna me energji, mirë po në Danimark, Shkruan. Atje të vjen pasaj inspirime. Atje, gjithsesi. Mirë shumë, kemi me folë edhe për shkrimin, edhe për jetën jashtë Kosovës, mirë po edhe për gatimin. Thash edhe krejt në fillim, me siguri kuzhina ju bëhet krejtve që shtu kur dojmë me përgatit pite. E aromën kur që kalon pites? E kërkosh. Kështu që kjo të lovia edhe kjo ja vlen, gjithë çka në fund kur e provojmë. Ja vlen. Sot kemi me bo pite me? Spanaq. Pite me spanaq. Pitën e preferume për gjithë po besoj. Soher që përmendim pitën, a shkën me një mas parit e pitja me spanaq. Krejt e dojnë pitën me spanaq. Çka na duhet për pitën? Na duhet për bërsi, mill, kryp, vaj, këto qysh janë. Spanaqim, maza, edhe krypa, edhe një gatim shumë i letë. I shpejt, I ha? shpejt. Këta që e mësu me përgatit për shumë, kështu edhe shpejt. Shpejt. Okej, pite, do të thonë kjo është një pite me spanaq e shpejt dhe për shumë persona. Shumë persona. Shumë persona se unë jam rritë ashtu si fëmi, kam qenë e Kallabllakit edhe kur ju martu në familjen e bashortit edhe ata kanë qenë qështu. Kështu që jam mësu me këtu pitet. Pra i rrëthun për gjithësi me Kallabllak. Nuk më vjen vështirë t'i baj, as pak. Do të bëjnë atje, I bëj me endje, edhe atje i kërkojnë një pat mesat për një teme, i dojnë shumë, edhe une me endje i bëj. Pa përtesë. Zonja Elhame, më trego pak për jetën tonë dhe para se me shku në Danimark. Flasim pak deri te vendimi që erdhët për me lënë Kosovën për një vend skandinav në këtë rast. Një vend pak më të ftoftë që dallon me Kosovë ka shumë këtë aspekt. Nëse prekja të pik, ndridhet zemra, nuk është e lehtë. Ka qenë shumë vështirë, ta lesha dhlejon, kam qenë një nanë shumë e rej. Me 4 fëmijë të vegjël, kuptohet edhe bashortis, pa bashortin se kisha pas shancën me dalë. Edhe qysh kanë qenë situata në Kosovë. Në Maltenitën, okupimi, i na detyroj Serboslav na detyroj të largohëm, të lojmë atë dhejën. Nuk u ka në letë. E keni ditë ku për shkëne, keni pas idenë që ka ju pret, apo qysh ka qenë? Jo, vetëm që kemi lexuar për libra, që kemi mësuar atë histori në shkollë,